Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për mesazhe personale, lexime personale, mund të më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Tani do të marrim mesazhet e ënjëve që na thonë ënjët për ditën e sotme. Ënjët e mi të dashur na thonë për ditën e sotme. Kërkoj një shenjë në univers. Ki besim te vetja jote. Pra gjithmonë duhet të kesh besim te vetja jote për gjithçka që bën në jetë. Sepse në kohë në vazhdimsi, është koha perfekte për të realizuar ato dëshirat tuaja. Duhet të informohesh mirë për gjërat që do të bësh në jetën tënde, për të kesh një informacion të duhur për gjërat që ti do të bësh. Dhe mos të shqetësosh shumë sot. Pra të kesh një shqetësim të lehtë. Sepse në qoftë se ke shqetësim shumë të shqetësohesh shumë thellë, asnjëherë nuk do të marrësh përgjigje pozitive. Qëndroj pranë njerëzve që të rinë pranë, pra jepu dhe atyre një energji të mirë, sepse duke qëndruar me njerëz pozitiv, ti do të realizosh të gjitha ëndrat e tua, pra do të marrësh një po në jetën tuaj nga këto mesazhe të ëngjëve. Pra ëndrat e tua do të bëhen realitet. Këto ishin mesazhet e ëngjëve për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi.